do të diskutohet. Fjalët nuk i merrera. Firmat nuk janë fjalë. Firmat janë tërhequr me firmë. Pra, ndjesa është kërkuar, normale, por firmat e dhëna për Edi Shabanin janë tërhequr jo me fjalë, që edhe me fjalë mund të tërhiqeshin, se çdo njeri ka të drejtën e deklaratës, por janë tërhequr me firmë nga secili. Pra, firmat janë bërë zero nga ata që kishin firmosur. E kisha për ndjesën, duke qenë se shumë militant mbështetës të Partisë Demokratike janë zëmëruar nga ky veprim i Partisë Demokratike dhe deputetëve të saj. Për t'ju rikthyer pyetjes, a do jep një akt konkret pra për ta goditur në gjykatë kushtetuese që ju jeni kundra një personi të cilit ka një problem. Ka një program të shpifur me cilin Edi Rama përpiqet lajdur si Pons Pilati. Dhe u thëm demokratëve mos u mashtroni. U thëm qytetarëve mos u mashtroni. Se Edi Shabani kur nuk është zgjedhur me firmat e deputetëve demokratë. Se çdo deputet demokrat me firmë ka tërheq firmën që i është dhënë në një kohë kur ekzistoi një lloj koalicioni për kandidaturën për kryetar Bashkie të Tiranës. Pra, propaganda e vërtetë është e vërtetë kjo. Propaganda është propaganda. Ndaj dhe çfarë u kërkoj unë demokratëve dhe demokratëve, të shohin të vërtetë në sy dhe jo propagandën mashtruese të Edi Ramës dhe kriptoramistëve të tjerë se nuk sjell asnjë dobi. Lidhur me pyetjen tjetër. Urdhëroni? Pse nuk e dërgoni në gjykatën kushtetuese, se ndoshta aty derëzohet për zgjedhja. Do një diskutim dhe do një konkluzion. Nuk përbën asnjë lloj problemi ajo. Nuk ishte çështja këtu, se ne nuk ishte për gabim i madh, se ne po kërkonim për pushtet një kandidaturë konsensuale për avokatën e popullit. Jo, ne kërkonim atë për qytetarët, për drejtat e qytetarëve. Por, Edi Rama, në etjen e tij të çmendur të pashuar për pushtet, mori dhe institucionin e fundit. Ky institucion ishte i vetmi që kishte mbetur me një ujdi i emruar. E mori, mirë, kaq e gjithë problemi. Ndaj dhe ne, tani, rruga jonë është rruga e protestës. Ata që kanë guxim të bashkohen me ne në të rrugë, gjirë triumfin e kauzës tonë të drejtë. Diktaturat kur nuk rrëzohen me votë. Diktaturat janë rrëzuar dhe rrëzohen me revolta dhe protestat fuqishme. Për t'ju rikthyer dhe pyetjes së negociatave me Partinë Socialiste, Taulant Balla i konsideroi vendimin tuaj si një akt emocional që do të zhbëhet sa po të kalojë periudha e gjelit të detit dhe baklavas do shkrihet. Ju ka dhënë një afat deri më 22 janar për të zënë vend në karriket tuaja në 2 reforma, por ndryshe do të nisë zëvendësimi. A keni një afat sa do zjas ndërprerja e negociatave? Taulant Toyota Yaris duhet ishte për veprat penale që ka kryer i dënuar të paktën me 30 vjet burg. Porosit si vrasjeve, si pas dokumentave zyrtare, të shkatruara me proces verbale, bashkëpunëtori ngushtë i krimit, që shkoi dhe liroi me urdhër të Suel Çels, ky është një ushtar i Suel Çels, terroristët që vunë, tritolin në nshalen e bicikletës së Lulzim Kullës.
bashkë me prokurorin Vath Staka, shkuan dhe i liruan. Taulant Balla është i regjistruar për bisedat që ka bërë me Mario Çelën, vllaun e Suel Çelës, në të cilin parashtrohen kushtet, ku merr përsipër arrestim në kundërshtarëve të bandës Çelan Elbasan në mënyrë që ajo të angazhohet në vëmëtari elektorale dhe të garantojë votat e premtuara. Taulant Balla është i regjistruar, por mbrohet nga Altin Troplini në dosjen Toyota Yaris, ku kërkon tërheqjen e aseteve të bandës Toyota Yaris, që ishin bandës Elbasanit bashkëbata, që ishin konfiskuar, rikthim në tyre tek policia në mënyrë që ai t'i vononte të nxirrte jashtë afateve ligjore. Janë që të gjitha këto në dokumenta zyrtare që unë i kam paraqitur shumë herë. Ndaj dhe Taulant Balla është një delinkuent ndër më kryesorët në politikën shqiptare sot, pas Edi Ramës dhe Lubi Ballukut. Zoti Berisha, kam dy pyetje shumë shkurt. Pas avokatit popullit, një ngërë që shkruar edhe me komisionerin e ri për diskriminimin. Janë 14 kandidat, afati është deri në 12. Asnjë shqyrtim nga opozita, nga ne, Partia Demokratike, nuk do të ketë për asnjë kandidat dhe nuk ka më asnjë lloj bashkëpunimi me mazhorancën e drogës dhe të krimit. Kjo është përgjigja ime dhe ky është absolutisht vullneti i antarëve të Partisë Demokratike. Ne nisim betejën tonë si rrugën e vetme për të rikthyer, për të patur një qeveri teknike dhe rikthyer votën. Kjo është e gjitha. Pyetja e dytë, ju sot marrni një foltore para kryeministrisë, aty prej një jave është vendosur Adriatik Lapaj. Tani sot ju do të bashkoheni, a do të zhvendoseni, si është plani? Tani, siç e din ti, kjo foltorja para kryeministrisë ka filluar javë më parë. Adriatik Lapaj ka filluar një protest për cilin unë e përshëndes dhe e përgëzoj. E mbështes protestin e tij. Edhe aktin e tij, pa diskutim. Ai zotëri ka vendos të bëj maksimumin e asaj që mund të bëj dhe po bën. Kaq. Unë them për te. Faleminderit.